Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kemi hyrë në kushtet e fjalës La ilaha illallah dhe kemi sqaruar 3 kushtet e para të kësaj fjale. Dhe inshallah sot po vazhdojmë me sqarimin e 2 kushteve të radhës të fjalës La ilaha illallah. Kushtet e para që kemi marrë është dija, bindja dhe sinqeriteti, ndërsa kushti i radhës është vërtetësia. Sidq. Vërtetësia do të thotë që njeriu të jetë i vërtet në dëshminë që e thot, të ketë përkushtim dhe vullnet, që në atë mënyrë që zemra e tij të jetë në përputhje me gjuhën e tij. Atë që po thot me gjuhë, të jetë edhe zemra në përputhje me të. Kjo është vërtetësia. Kundërta e saj është, do thot, gënjeshtra apo hipokrizia, nifaku. Kjo ka qenë gjendja e munafikëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po edhe në çdo kohë. Që ata e shfaqin këndse islamin dhe thonë këtë dëshmi, mirë po realisht zemra e tyre nuk e beson këtë. Nuk janë të vërtet në atë që po e thonë. Dhe argument për këtë kusht është fjala Allah subhanahu wa ta'ala: wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Thot Allahu, ka njerëz që thonë besojmë në Allahun dhe në ditën e fundit, por në të vërtetë ata nuk janë besimtarë. Dhe këtu mund të linë pyetja, çka është dallimi mes kushtit, pra sinqeritetit dhe vërtetësisë. Realisht këto 2 kushte janë të përafërta me njëra tjetrën. Dhe janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Dhe asnjëra nuk bën pa tjetrën. Mirë po, vërtetësia është për qëllim ky vullneti dhe përkushtimi, për shembull një vepër, ose në këtë rast në këtë dëshmi. Vullneti dhe përkushtimi. Ndërsa sinqeriteti është që kjo vepër që bëhet me përkushtim dhe me vullnet, që i vërtetë të bëhet vetëm për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. Si shembull në namaz. Të jesh i vërtetësi është që të përqendrohesh në namaz dhe të përkushtohesh atij, që zemra jote të jetë domthonë e përkushtuar në namaz. Ndërsa sinqeriteti është që ky namaz tash që po e bën, synimi të jetë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe të mos bëhet për qëllime tjera ose syfatësi, që të shet dikush për shembull. Don kjo është ajo lidhja mes vërtetësisë dhe sinqeritetit. Kushti tjetër është dashuria. Do thotë ta duash atë që nënkupton kjo dëshmi. Ai kuptimi që tashmë e mësova rreth kësaj dëshmisë, ta duash atë. Që nënkupton që në këtë rast e don Allahun subhanahu wa ta'ala sinqerisht dhe e don të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam. Sepse ai cili e don këtë dëshmi, e don pastaj Allah subhanahu wa ta'ala dhe të dërguarin e tij sallallahu alaihi wasallam, ai do ta don edhe këtë fe. E don edhe dispozitat dhe në të gjitha ato që duhet bërë, që janë obligim, dhe po edhe gjëra tjera. I don ato që Allah subhanahu wa ta'ala i ka legjësu. Pashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kaq për këto 2 kushte, dhe në ligjërat e ardhshme inshallah vazhdojmë me sqarimin e kushteve të tjera. Wallahu a'lam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.